Kum nis po thuj si 2 vjeçar. Herën e parë kur e kom marrë lapsin si fëmijë, kum kap si një profesionist. Gjitha anët e botës ka piktura të mia. Shënjestër.net. Po është një pasion i madh, një dashuri e madhe ndaj artit, një punë e palodhshme, pa ndërprerë, një punë e madhe. 68 na nuk kemi nda me artin. Unë e kom trashëgu, prindi ka qenë i atashëm pikturë, unë e kom trashëgu. Arti tash është i mvarën për anës komerciale. Jemi të mvarën për shitjes, kështu që jemi të mvarën për dëshirat njerëzve. Mesatari është për 100 eurove, e ma shumë. Minimumit 100, sepse na duhet me fitu diçka për punën që e bojmë që realizojmë. Piktura me mirë është ajo që ngërtën vetin një sekret, që e ka një domethënie, që e ka një kuptim. Është një punë që kushton. Teknika e vajt që ne e punojmë ka kosto. Dhe ajo e bën të vetën, e bën atë dallimin. Kjo e një pjesë e piktura e punës time, shumë tjera e në përbot, shkepuna. Në gjitha anë të botës, në Amerikë, në Angli, Gjermani, në gjitha anë të botës ka pikturat mia. Kom pas momente, vesa e kom fillu një pikturë, ka kërgu mja shqit mja dhonë. Jo, mu qështu mu pëlqen. Ju ka dok mjegull, ju ka dok interesante, dhe ja kom shqit. Vazët ndryshme, abazhure, pjata, stolina, komplet pundore, realizume, unë e kam qef drurin, e studioj, e punoj, e gjoj e rojnë, e nxjerrin nga dheu, e marrë e përpunoj dhe si punë që asajnë apo e shifni punën që ka dalë. Shënjestër.net